Më 15 janar 2020, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi dëbimin nga Shqipëria të 2 diplomatëve iranian si persona të padëshiruar, dëbime që nuk u ndalën me kaq. Në korrik 2022, SPAK nisi hetim ndaj një shoqate iraniane në Tiranë, e dyshuar që nën koperturën e aktiviteteve kulturore për të bashkuar iranianët në kryeqytet, kryente veprimtari spionazhi me qëllim dëmtimin e mujahedinëve në Manës. Në dhjetor 2022, gjykata e posaçme dënoi me 10 vite burg iranianin Bijan Pol Drag. Ai u fajsua për 5 vepra penale, mes të cilave organizat terroriste dhe ndërhyrje në të dhënat kompjuterike. Ndonse kishte mbërritur në Shqipëri si pjesë e MEK, ai ishte larguar nga kampi. Sipas SPAK, gjatë kësaj periudhe, ai ka dhënë kontakte me 2 agentë të shërbimit sekret të Iranit, të cilëve ju ka përcjellë fotografi, vendodhjen dhe informacion mbi kampin Ashraf 3. Referuar hetimit, Pola Drag kishte marrë udhëzime për kryerje aktesh terroriste ndaj personave të rëndësishëm të kampit dhe për këtë duhet të siguronte një armë zjarri dhe të paguante një grup kriminal për ta kryer. Por sulmi më frontal iranian drejt Shqipërisë ishte ai i korrikut 2022, një sulm masiv kibernetik ndaj sistemeve shtetërore elektronike. Përpasoj u bllokuan përkohësisht shumë shërbime qeveritare online. Synimi ishte paralizimi i shërbimeve publike dhe vjedhja e të dhënave qeveritare, një pjesë të cilave ra në duart e sulmuesve. Sulmi kibernetik nxori jashtë funksionit për disa ditë portalin e-Albania dhe 2 javë më vonë edhe sistemin Teams. Në vijim kohë pas kohe, në grupin Homeland Justice në Telegram, u publikuan të dhëna sensitive të sistemeve të policisë, emra e foto personash të hetuar, video të kamerave shtetërore të sigurisë, inboxin me emailin e ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, si edhe hyrje-dalje në kufi të zyrtarëve të lartë të shtetit. Po aty u shpërnda propagandë antiqeveritare shqiptare që kishte në thelb rreziqet që i kanoseshin vendit prej strehimit të mujahedinëve. 3 muaj më vonë, pasi hetimi i ndihmuar edhe nga partnerët perëndimor, provoi se pas sulmit që ndronte Irani, Shqipëria vendosi të ndërpresë marrëdhënie diplomatike me këtë vend. Personelet e ambasadës iraniane në kryeqytet ju lanë 24 orë kohë të largoheshin nga vendi. Nga ana tjetër, as mujahedinët nuk po qëndronin duar kryq, edhe kjo edhe me shkelje të ligjit shqiptar dhe të marrëveshjes së vitit 2014. Puna e tyre për rrëzimin e regjimit kishte vijuar nga Manza, me sulmeve kibernetike drejt sistemeve elektronike të Iranit, çka shqetësoi edhe autoritetet shqiptare. Në qershor 2023, policia e shtetit ekzekutoi urdhër kontrolle të SPAK në kampin Ashraf 3. Ndërhyrja e policisë nuk u prit mirë nga anëtarët e kampit, të cilët protestuan, kundërshtuan policinë dhe madje pretenduan se një prej tyre ndoroi jetë gjatë ndërhyrjes policore. Ndërsa hetimi më vonshëm provoi se vdekja e një 76 vjeçari në të njëjtën ditë kishte qenë për shkaqe të tjera. SPAK ngriti dyshime se nga organizata MEK në Manës ishin kryer sulme kibernetike ndaj Republikës Islamike të Iranit në disa periudha të ndryshme kohore, si edhe ndaj institucioneve në shtetin iranian. Veprat penale që dyshohet të jenë kryer nga kampi i mujahedinëve janë provokimi i luftës, përgjimi i palishëm i të dhënave kompjuterike, ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, ndërhyrje në sisteme kompjuterike dhe keqpërdorimi i pajisjeve. Nga kontrolli u sekuestruan 96 njësi kompjuterike, 49 laptop, 2 tableta, 3 karta memorie dhe materiale shkresore të bollshme, të cilat u tentua të azjesoheshin me djegje nga disa anëtarë të MEK. Të gjitha pajisjet elektronike janë duke u kthyer në laboratorin digital të SPAK. Ajo që mund të themi me siguri për momentin është që konflikti mes Iranit dhe kundërshtarëve të tij mbetet shumë larg kufive të Shqipërisë, ndërsa kampi i MEK në Manz vazhdon të jetë nën monitorimin e institucioneve shqiptare të sigurisë. Në një rajon shpesh të trazuar, Shqipëria mbetet jashtë vijës së zjarrit, por me vëmendje të shtuar për çdo lloj mënyre alternative sulmi. Nga unë Armand Bajrami, miru takofshim.